Alhamdulillah. Deti është një libër I hapur për reflektim shpirtëror. Në frymën e mësimeve të Kur'anit dhe Sunnetit, do t'i veçoj disa urtësi nga deti. Lutja Allahun më jep sinqeritet në çdo gjë. Thellësia e detit është thellësi e fshehur. Deti duket I qetë në sipërfaqe, por thellë brenda ka botë pa njohur. Mësimi edhe njeriu ka thellësi që nuk duken. Vlera e vërtet pra është brenda. Urtësia tjetër është balans dhe rend. Valët vinë dhe shkojnë me një rregull caktuar. Mësimi është se jeta ka një ekuilibër. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Durimi I vazhdueshëm, pra një urtësi e radhës. Deti grryn shkambin me kohë, jo me një forcë menjëhershëm. Mësimi nga kjo është se me durim dhe këmbgulje gjanat arrihen. Arrihen edhe gjanat më të mëdha. Edhe ato shka nuk ta merr mendja që mund t'i arrish dhe realizosh, ke mundësi me një durim ta bash. Urtësia e radhës, mjekulla dhe paqartësia. Nganjëherë deti mbulohet me mjekulla dhe nuk shihet qartë. Mësimi nga kjo se një jetë, një njeri ka momente pa qarta. Por imani, besimi dhe durimi të udhëheqin këtë njeriu, veçanti besimtari, nuk duhet me harru. Urtësia tjetër, madhështia që të bën me reflektu. Kur shikon horizontin e pafund, horizontin e pafund, mendja ndalet në vendim. Mësimi, krijimi I madh të drejton drejt njohjes së krijuesit. Sa madhështore kjo, subhanallah. Tjetra, nevoja për drejtim. Anijet në det kanë nevojë për busull dhe udhëfys. E çka mësojmë na nga kjo? Njeriu ka nevojë për udhëzim, hidajet, si Kur'anin dhe mësimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur
kujtojmë edhe këtë pjesë. Forca e padukshme. Në sipërfaq ka rryma të fuqishme që nuk shifen. Mësimi, shumë gjana në jetë ndodhin pa. E jo çdo gjë që është e dukshme. Qetësia pas stuhisë. Vëllezër dhe motra, këshilloj vetën dhe juve. Pas çdo stuhie, deti kthehet në qetësi. Shikone sa është i qetë. Allah. Edhe njëherë për rifërsisto. Qetësia pas çdo stuhis, pra pas çdo stuhie, furtune, daulla, deti kthehet qetësi. Mësimi, çdo vështirësi kalon. Lehtësimi vjen pas saj. Pa përmbyllim me fjalën e Allahut në ajetin e parafundit të surës Kehf. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Thuaj, o Muhammed, sikur deti t'jetë boj ngjyrë për t'i shkru fjalët e Zotit tim, do të shterej, hargjohej ngjyra para se të përfundonin kuptimet e fjalëve të Zotit tim, po edhe sikur ta sjellnim edhe një det. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.